Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Tash në këtë minutash, në këtë përmbledhje, do të ndalojmë të flasim për Josefin Markun. Josefin Marku, një nga ish banorët e Big Brotherit, që në fakt është në qendër të vëmendjes së bashku me Loredanën, janë kthyer përsëri në vëmendje të publikut për marrëdhënien e tyre. E ftuar në televizionin Klan, Loredana dikur tha që unë më mirë tha isha kthyer Jozit se sa t'isha marrë me dikë tjetër. Një deklaratë që në fakt mori vëmendjen e publikut, një deklaratë që u komentua shumë, u përfol shumë. Fansat edhe një herë dëshironin që ta shikojnë këtë çift bashk. Filluan që të hamencojnë se Loredana e ka me shumë qef marrëdhënien me Jozin, edhe pse Loredana në fakt përfliteshte për një marrëdhënie të mundshme me Don Gjonin. Do të thënë ka qenë Loredana në qendër të vëmendjes për të gjitha lëvizjet. Nga informacionet e afërta, nëse për të siguruar në qoftë se Loredana dhe Jozi kanë një kontakt edhe mbajnë një kontakt të afërt, rezultoi që Loredana dhe Jozi nuk kanë asnjë lloj kontakti. Do të thënë marrëdhënia e tyre ka përfunduar që në kohën kur Loredana mbylli të gjithë rrugët me Jozin që me njëherë pasi dolën nga shtëpia e Big Brotherit. Do të thënë tentuan ta mbajnë pak lidhjen të afërt, luftuan që të jenë bashkë në një farë mënyre, por siç duket Jozi nuk dëshironte më që të vazhdon lidhjen me Loredanën dhe e mbylli komplet këtë rrugëtim. Gjithsesi, do të thënë është përfolur shumë, është komentuar shumë kjo marrëdhënie dhe kanë dalë detajet e kësaj marrëdhënie që Loredana dhe Jozi nuk kanë afrimitet me njëri tjetrin, edhe pse u përfol Loredana me Don Gjonin, por siç duket që Loredana askujt deri më tani nuk ja ka besuar zemrën e saj dhe nuk ja ka besuar këtë rrugtimin e bukur të dashurisë, sepse dashuria është një lloj rrugtimi. Jozi së fundmi ka qenë në qendër të vëmendjes, ka qenë pjesë e një ditëlindje fantastike që ka organizuar Hati, një nga influencerët dhe tiktokeret më të njohura, vajza me shami që në fakt ka bërë revolucionin në skenën shqiptare, duke që Jozi është shumë i lumtur në këtë ditëlindje dhe duke që Jozit i ka pëlqyer pak e shumë kjo vëmendja e madhe që Loredana ja dha, Në çdo përmendje të emrit në fund të ditës është një lloj vëmendje nga ana e personazheve. Për të gjithë ato që në fakt mua më kanë shkruar Tiranë si e mendon këtë marrëdhënie, unë kam arritur të siguroj informacione që Lori dhe Jozi vërtet nuk kanë asnjë diçka me njëri tjetrin. Përshëndetje të dashur zonja dhe zotrim, përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Në fakt, ditëve të fundit në qendër të vëmendjes ka qenë Gjesti, një nga personazhet që në fakt është komentuar pafund për historinë e tij që pati me kompaninë Onima, një nga historitë që zuri vend të rëndësishëm në median ros. Pasi që ditë më parë doli një lajm që Gjesti nuk ka qenë prezent në gjykatë dhe nuk është paraqitur jo vetëm Gjesti, por edhe Erkand Shabani si pala paditëse, ndërsa Gjesti si i akuzuar, gjykimi është shtirë, por tani mediat kanë dalë duke raportuar që Gjestit mund t'i ndalohen të gjitha koncertet derisa të mbaron gjykimi. Unë në fakt kam arritur që të siguroj të gjithë ligjet se si vijojnë, do me thënë dhe a do t'i ndalohen Gjestit koncertet apo jo, dhe më pas do me thënë ta sqarojmë këtë histori. Procesi gjyqësor ndaj Gjestit për rastin e kërcënimit ndaj Erkand Shabanit vazhdon që të jetë në zhvillim. Gjatë procedurës ai ka pranuar fajin duke deklaruar se veprimin e ka kryer në ndikimin e një gjendjeje ankthi. Sipas legjislacionit, pranimi i fajit nuk nënkupton automatikisht vendosjen e masave që ndalojnë ushtrimin e aktivitetit profesional.
Do me thënë, edhe njëherë për të gjitha ato që thonë që Gjestit do t'i ndalohen koncertet, ja se si vion. Nëse gjykata nuk ka caktuar një masë sigurie që kufizon lëvizjen ose aktivitetin e tij, koncertet nuk anulohen automatikisht, vetëm për shkak se procesi gjyqësor është akoma i hapur. Vendimi përfundimtar mbi përgjegjësinë penale dhe çdo pasojë ligjore do të merret vetëm pasi gjykata të përfundojë shqyrtimin e çështjes dhe të japë vendimin e formës së prerë ose sipas fazës përkatëse të procedurës. Deri atëherë çdo pretendim se koncerti do të anulohet mbetet spekulativ përveç nëse ekziston një vendim zyrtar i gjykatës ose një njoftim nga organizatorët. Do me thënë, deri më tani, gjykata nuk ka marrë një vendim për anulimin e koncerteve të Gjestit, por edhe nga deklarata që është dhënë deri më tash nga advokati i Gjestit, është deklaruar që do me thënë Gjesti gëzon fakte që t'i shpëton kësaj historie, sepse pa dëshirën e Gjestit, kompania Onima ka vazhduar kontratën, gjë e cila nuk është me miratimin e Gjestit. Do me thënë, deri më tani, situata ka arritur deri në këtë stad, por që do të ketë anulim të koncerteve të Gjestit, nuk ekziston. Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dita e djeshme ka qenë një ditë bombastike ku Eduard Kuçi ka dhënë deklararatat për herë të parë se çfarë në të vërtet ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Edi ka treguar për marrëdhënien e tij me Bia Kalifën, një video, një moment që në fakt ka qenë shumë viral në rrjetet sociale, nuk u komentua asnjëherë dhe Edi e quan si një moment fatkeq që nuk e ka transmetuar në asnjë mënyrë produksioni momentin kur Edi dhe Bia Kalifa kanë kryer marrëdhënie seksuale. Eduard Kuçi, ish banor i edicionit kaluar të Big Brother VIP Kosova, ka bërë një nga deklararatat që u prit të ngjallte reagime të publikut. Në një intervistë ekskluzive për portalin e artistëve shqiptar, Edi u pyet drejt për drejt nëse kishte patur marrëdhënie intime gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Ai nuk hezitoi të përgjigjej me po, duke zbuluar se momenti kishte ndodhur me ish banoren Bia Kalifën. Edi thot po me Bian edhe fatkeqësisht për mua nuk është transmetuar, u shpreh ai me humor. Deklarata e tij ka ngjallur më njëherë kurreshtje pasi një skenë e tillë nuk është shfaqur asnjëherë gjatë transmetimit të spektaklit, duke lënë të kuptohet se produksioni ka vendosur të mos e përfshi atë në program. Kujtojmë se Edi dhe Bia krijuan afrimitet gjatë aventurës së tyre në Big Brother VIP Kosova, ndërsa marrëdhënia mes tyre ishte komentuar vazhdimisht nga banorët dhe nga publiku. Mbetet për tu parë nëse kjo deklaratë do të sjellë reagime të shumta. Në fakt, Bia Kalifa nuk ka folë për këtë ngjarje, por siç duket, produksioni është munduar që të afshehën këtë histori. Tani nuk e di, sepse Edi nuk dha sqarime rreth kësaj situate dhe unë do kisha kërkuar një lloj sqarimi nga ana e Edit. Marrëdhënia intime me Bia Kalifën ka qenë një marrëdhënie e krijuar nga Edi dhe Bia për interes të shikueshmërisë, do me thënë për interes të klikimeve, sepse jemi mësuar që në Big Brother të shohim dhe skena të këtilla që i bëjmë për shikueshmëri vetëm e vetëm që të shkojnë sa më lart deri në finale, sepse unë nuk e besoj që Edi dhe Bia kanë ndërtuar një ndjenjë romancë dashurie që në fakt do me thënë të dilte e gjitha kjo gjëja, apo thjesht ka qenë një moment që Edi e ka ndjerë ta bën sepse ka ndjerë diçka për Bien. Do me thënë ky moment nuk u transmetua në televizion, nuk u fola asnjëherë dhe siç duket Edi në një farë mënyre e akuzon produksionin që nuk janë nxori këtë të vërtetën në shesh.